Si vendosëm u bo hafës, a ishte dëshira jote, e babës, Hoxhës Remzi Soko, apo si? Pas ke nisë prej pyetjeve prej naltë e poshtë. Kjo mu duk ka ma e zorshme se ndoshta tjera që do t'jenë. Pa dyshim se dëshira për ta memorizu Kuranin, për hifzin e Kuranin, fillimisht ishte e prindve, e babës dhe e nanës. Se isha në moshë 3, do më thonë 11-12 vjet I kam pas. Edhe në atë kohë vetëm se kisha fillu ta mësoj atë mësim leximin e Kuranit apo alfabetin. Pastaj me kohë, pas disa takime baba mirë ke shpesh na për mezhlise ndryshme dersese. Edhe një herë patëm qollu me disa hafizlert vjetër në atë kohë, që tash do prej tyre janë bo për rahmet, Allah I mëshiroft. Amin. Edhe fillimisht ato më veçin çka dim prej Kuranit, që thot në gjuhën e popullit, ajde na I doft, na I lexosh diçka. Pa ta fillu disa shka I kisha me ndëgjumë në surët e fundit, kuptohet, surët e shkurta që janë. Edhe njëri për aty me I tha babës Hoxhës, tha provoj tha për hifzin. Ne ta provon, pastaj si do del, Allah do shlon bereqet. Edhe prej atyjit pas disa dite shkum te xhamia e Allaxhës, xhamia Bit Pazarit, që është sot më kujtohet, ka qenë mekteb I vjetër para se të renovohet. Aty ishte Hafës Saduddin Sulejmani, mualimi jem, edhe ai është bo për rahmet, Allah I mëshiroft, është përbleft me të mirat e tij. Edhe kur hyna aty fillun emocionet e para që nuk I kisha menduar asnjëherë. Edhe momentin e parë që më tha çka dem për Kuranit, thash kur gjos di. Kuptohet surën Fatiha, surët e ato të shkurta që ishin në fund Kuranit. Diçka tjetër jo, se I tregova se vetëm kam fillu mësim leximin e Kuranit, edhe hala nuk I kisha përfundu realisht leximin. Hatmën e leximit, që atëherë mësoj atë Hoxha Mensur. Edhe pastaj më tha, është një faqe e tretë surën Nisa, o lakum nisfu ma taraka azwajukum, është ajeti I trashëgimisë. Ndoshta shumica hafizlerëve edhe hoxhallarëve e dinë se është një prej ajeteve të vështira në Kur'an, mirë po ka qenë traditë këtu që hafizlerët e vjetë kur I kanë pranu talebët, nxënësit për hifz, këtë ajet, këtë faqe kanë pas si provim pranues. Qofse mundesh këtë me mësu përmend, atëherë ki kapacitet edhe mundesh. Edhe më tha që këtë e ki personte që ta mësojsh, hajde nesër të preste mektebi. Dolëm prej atyjit, edhe shkova në shtëpi normal me dëshirën time, ndihmën dhe motivimin e babës e prindve. E mësova faqen. Si e mësova? Faqen e mësova. Të përsërit. Jo, unë tyshe përmena se halon nuk e kisha përfundum leximin e hatmës Kuranit, nuk kisha shumë lexim të rrjedhshëm të mirë. Domethënë e kam pas dopt leximi, se halos kisha përfundu. Po. Edhe pastaj baba e recitante, unë ngojsha e përsërisha disa herë me veti. E kështu deri domethënë ajet pas ajet, apo se ajeti ka qenë I gjatë, po pjesë e ndajsha në pjesë, për shembull ajeti I gjatë e ndajsha 2 rreshte, 3 rreshte, pastaj vazhdojsha te pjesa e dytë, e tretë, kështu mëra deri në fund faqes. Kështu e përfundova memorizimin e kësaj faqe, shkova nesër te hafizi në xhamin e Allaxhit, në një vend në mekteb aty. Edhe fillova me lexu, me këndu përmend faqen që ma dha. Nuk më tha kur gjove që qeli mushafin, tha fillo tha për I qituit, ma dha një sure që nuk I kisha mësu një sure 3. Kjo ishte si një sinjal që prej nesër të pres inshallah të vish në mektebe. Edhe elhamdulillah mu bo shumë qefi, me atë sa kisha diturije dhe. Ama nuk e haroj asnjëherë atë gëzimin që e pash emocionet në fytyrën e babës, që për vendimin që kisha marrë që me nis këtë udhë, edhe normalisht për këtë memorizimin e Kuranit, kontribut shumë të madh për krahje, motivim kam pasë prindërit. Allah I xhenet ja boft. Amin inshallah. Kjo një histori e shkurtë, domethënë si kam fillu domethënë hifzin e Kuranit. Kam mbaru në vitin 2015. 2015, afër 2 vite e gjysmë ka zgjat, 2 vite e gjysmë deri në 3 me pushimet që kam pasën. Edhe elhamdulillah